po tregon një dietar i Arabisë Saudite. Thot filan kompania, kjo është diçka rasti vërtet, unë jam rënqef kur e kam dëgju. Shiqani vllazni çka ndikon namazin në jetën e varrezave. Që këtë ajo ka më naprit. Një kompani të nderuese në Arabinë Saudite për të rregulluar një autostradë. Edhe ju e dini, autostradat nuk shkojnë ka dojnë populli, por shkojnë ka vënu projektuesi. Edhe vëllezër të dashur, babaki i bjen murzu shkolla, babaki i bjen murzu xhamia, babaki i bjen murzu mu largu varrezat për interesin e përgjithshëm. Në këtë rast lejohet edhe xhamia mu zaventsu me një vend tjetër. Atër xhamati dashur, kjo autoudh, apo kjo autostrad, apo kjo autoban, në Arabi Saudite i paskaro në përmjet një qyteti të vjetër, edhe në përmjet varrezave që para 30 vjetë u mbyll vendi për me hinë. U mush numri, u plëcu, sa dhe 30 vjetë njëri gjatë su varrës. Na kena këtu varreza në dalje qytetit tënë, cilat para 30 vjetë bavakimos u varrës kush njëri gjallë atë. Ju e dini farë mirë ku janë atë të sheljet këtu poshtë. Edhe kështu që i ka no, autostrada që të pari. Jo këtu, atje në Arabi Saudite, sot e huë gjatat pas ka prunë autostradën në Shqipëll të është, kanë me thonë. Edhe të dashurit e mi, vnojnë kërkes kompania në fjallë, thët duhet komunës me në bo një zgjidhje. Ose me i largu gjenazët për atuit, edhe me caktu një lokacion 3 gjenazëve, varrezave, ose me drejtu në kohjen këtë tjetër ka. E me largu kohjen këtë tjetër ka, po kushton me $100 miliona. Atëherë komuna konsultohet me hoxhallar, ati ishit, edhe ata binë vendim për interesin e përgjithshëm, lejohet me i qelë varrezat, me transferu kufomat në një vend tjetër. Edhe fillon të dashurit e mi, edhe mohet në men gjenozja e funit që u varros në atë varrez para 30 vjetë ka qenë djali i ri 20 vjeçar, i cili ka qenë djali Hastreti. Edhe i kanë fillu për më të vjetërve, e kanë filluar për gjenozave më të vjetra, varreve më të vjetra, mi largu, tha, dykun era keqe, dykun eshtat e kalbër, derisa kemi ardhur te varri i fundit, i cili u varros para 30 vjetë. Kur e kemi qelë tha varrin, i cili u varros para 30 vjetë, djali 3, që fini barë, tha, thuti e ke la me detergentin më të fort. Erë e bukur dhe erë e mirë. E kemi qenë, tha, gjenazën, rast që frika ndodhë në Arabi Saudite, tha, thuti që është duke flejt. A të gjithë e dinin se këtë djali është i filonit. Në atë kohë, baba i ti 60 vjeçar ka qenë. Tash 90 vjetë plak edhe të njëjtë në kohë i fort. Edhe besimtari Allahut. E dikush për të afërme e kanë ditë, ka thonë kështë djali i filonit. Edhe të dashurët e mi e kanë thirrë babën, thonë, hajde shehe, djali, thot edhe njëherë. Kur e ka thonë baba plak, falendere Allahun, i cili më ka mundësu me pa djalin tim, pas 30 vjetësh, gjenazë prapë. Edhe pëtën të gjithë, humanitës, s'ka mundësi me i rezistu kohës. Do duaj ky varr mu bosha hije pluhën, do duaj kë gjenazë mu shkri në pluhërin e dhaut. Si ka mundësi kjo? Tha ka mundësi, tha o bitë mi, ka mundësi, tha se këto fuqi Allahut. Tha dhe djali jam 20 vjeçar, tha, kur tha nuk e ka vanu namazin. Asni namaz, tha, prej moshës 10 vjeçare, tha. E deri 20 vjetë kërë ka morë shpirti, tha. Kur, tha, nuk ka mujt me gjetët e zoni, e aj më konë safin e dytë, po gjithmonë safin e parë. Aj gjithmonë me Kur'an dorë, tha, ka ne djali jam, tha, po Allah e ka shpërbly, Allah, tha, në gjennet ta këna me pëtë e mi.